Kujt do t'ja merrte mendja se vetëm duke ngrënë fasule ju do të trajtonit këto probleme. Fasulet janë një burim i mirë i fibrave. Fibrat ju ndihmojnë të jeni të rregullt duke se ju mbrojnë edhe kundër problemeve të zemrës, kolesterolit të lartë, presionit të lartë dhe sëmundjeve të tretjes. Fasulet kanë rreth 19 gram fibër për filxhan. Shtoni pak mish të tymosur, lakër jeshile, qepë dhe karrota për një super shije më të mirë gjatë ditëve të ftohta. Fasulet janë një mënyrë e shkëlqyer për të marrë proteina, gjithashtu me pak yndyrë dhe kalori. Gatuajini ato në mënyra të ndryshme dhe përfitimet që do të janë të larta. Studimet tregojnë se meshkujt obez që pasurojnë në dietën e tyre me fasule kanë më të lehtë të humbasin peshën e tyre trupore dhe do të promovojnë një organizëm më të shëndetshëm. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim